Dallgë të fuqishme që arrinin deri në 11 metra dhe erëra të forta kanë goditur bregdetin jugor të Wellington në New Zealand, duke detyruar evakuime, ndërprerje të transportit dhe shpalljen e një gjendjeje të shkurtër emergjence, e cila u hoq më vonë gjatë ditës, raportuan mediat lokale të martën. Autoritetet urdhëruan evakuim të detyrueshëm në disa komunitete bregdetare, përfshirë gjirin Ohio, gjirin Island, gjirin Houghton, gjirin Brigger dhe Point Moa, pasi valët dhe erërat që tejkalonin 100 km/orë goditën rajonin. Në disa pjesë të bregdetit të Wairarapa u regjistruan erëra deri në 137 km/orë. Në aeroportin e Wellingtonit u aneluan disa fluturime, ndërsa raportohet se një aeroplan i vogël është rrëzuar si pasojë e kushteve ekstreme të motit. Shërbimet e tragedeve në ngushticën e Cookut, përfshirë linjat Interslander dhe Blue Bridge, u pezulluan për arsye sigurie. Kryebashkiaku Andrej Little deklaroi se parashikimet fillestare tregonin rrezik të lartë për përmbytje bregdetare, të ngjashme me ngjarjet të mëdha të vitit 2020. Ai shtoi se megjithse në det të hapur u regjistruan valë 10 deri në 11 metra, ndikimi në breg ishte më i lehtë se sa ishte parashikuar dhe nuk janë raportuar dëme të mëdha. Sipas autoriteteve, vendimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme u mor në bazë të parashikimeve dhe shqetësimeve për sigurinë e banorëve.